ishin rrugës duke kryer detyrat e tyre të zgjedhjeve. Mirë po puna nuk u shkoi ashtu siç duhet. Mbrëmjen e së premtes, sa e zyrtarë zgjedhor pësuan lëndime të rënda pasi u përfshinë në një aksident rrugor në fshatin Slivov të Ferizajt. Sipas policisë së Kosovës, vetura e tyre u përplas me një autobus. Pas lëndimeve serioze që morën, 4 prej tyre u dërguan për trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. 2 pacienta nga kjo fatkeqësi në trafik janë dërguar në kirurgji torakale. Një pacient është dërguar në mjekim qendror intensiv, ndërsa pacienti i 4 është në reanimacion në një gjendje të rëndë, ka lëndime në kokë, ka lëndime në krahëror, frakturë të brimëve, ka hematopneumotoraks, që do të thotë ajër dhe gjak të mushkëri, i është bërë drenazha e toraksit, gjithashtu ka dhe kontuzione në regionin e abdomenit. Rastin e kanë konfirmuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. 5 zyrtarët e përfshirë në këtë ngjarje ishin të angazhuar me përkushtim të lartë në përmbylljen e procesit zgjedhor në komunën e Ferizajt, i cili u mbajt me 12 tetor në të gjithë vendin. Në këto momente të vështira, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpreh shqetësimin e thellë për këtë ngjarje dhe lutet për shërimin sa më të shpejtë të tyre. Nga policia bën të ditur se për këtë aksident është njoftuar dhe prokurori kujdestar.